Përshëndetje dhe mirë se vini në trajnimin për SEO, për SEO. Trajnim për të cilin kam fol gati shumë javë që do filloj të lansoj këtë trajnim. Ky trajnim do ketë disa video falas, mirë po pjesa më e madhe e kësaj do jetë thënë me pagesë. Trajnimi është në kuadër të trajnimit gjigant që e kam titullu unë, e që brenda saj janë disa module. Moduli i parë është moduli i WordPressit, që është falas, do më thënë ka qenë me pagesë, mirë po unë do më thënë e kam vendosur që ta jap atë falas, edhe është prej moduleve më të mira në trojët shqiptare sa i përket kursit për SEO e që ekziston në gjuhën shqipe. Moduli tjetër tek trajnimi gjigant është edhe UI UX web design, e që këtë e dhe me thënë këtë e ligjeron Klejdi. Pastaj është dhe me thënë trajnimi i SEO-s, një trajnim që kur dhe me thënë nuk ka pas në trojët shqiptare dhe në gjuhën shqipe falas trajnim në SEO. Andaj, ky trajnim dhe me thënë do jetë shumë i detajum e që do të ceke gjithë shka çfarë lidhet me SEO. Andaj do zgjaset shumë si seri, mirë po dhe me thënë pas të trajnimit nuk do ketë nevojë pastaj të shikoni trajnime tjera ose të bleni kurse në për Udemy e kështu me radhë. Mirë po pastaj çka ju duhet është vetëm me fillu me implementu. Ky trajnim ata të cilët do e blejnë me pagesë, ky trajnim ka edhe praktikë reale, praktikë të cilën do të thënë unë pas përfundimit të trajnimit do ju jap detyra reale në projektet e mia dhe të klientëve që i kam, edhe me fillu aty me implementu pjesën e SEO-s që e keni mësuar gjatë këtij trajnimi. Andaj për ata të cilët punojnë në sektorin e digital marketingut, kanë një mundësi shumë të mirë me mësu edhe pjesën e SEO, sepse lidhen shumë njëra me tjetrën. Andaj dhe më thënë kurs më të mirë edhe më të kuptueshëm që është në gjuhën shqipe nuk keni me gjetë askund, edhe me çmim shumë të vogëlshëm. Andaj dhe më thënë tre trajnime tre trajnime që janë dhe më thënë trajnime shumë të mëdhaja, i gjeni dhe më thënë vetëm për 99 euro, e që keni dhe më thënë qasje për gjithmonshme. Andaj dhe më thënë njëre boni pagesën edhe keni dhe më thënë qasje për herë edhe support në grupin në WhatsApp, ku keni mundësi me bo pyetje dhe përgjigje e kështu me radhë. Ekziston edhe praktika që atë seka, është praktikë dhe më thënë reale me pagesë që është vetëm dhe më thënë në pjesën e SEO-s tek une. Pastaj është edhe grupi në Discord, plus pas përfundimit të këtyre tre moduleve, keni certifikat, keni referim direkt nga unë në LinkedIn që do ju postoj special postim për juve, e normal dhe më thënë do ju jap referim të gjithë kompanijat ose ato të cilët dhe më thënë punojnë si freelance. Diçka tjetër sa i përket kësaj, lirisht mund të hini tek uefa-qja edhe të shikoni detaje tjera. Gjithashtu unë e kam edhe kanalin në YouTube, e që është kanali këtu, e që postoj dhe më thënë serinë e WordPressit, e kam nisë me postu falas, e këtu dhe më thënë mund të gjeni të gjitha videot që unë i publikoj. Jashta kësaj serie kam postu edhe video tjera që lidhen me SEO edhe meetups, çfarë kena pas online edhe gjëra tjera, dhe më thënë andaj për të mbështetur mu, unë as pak nuk kërkoj ndonjë lloj çmimi, mirë po për punën që e bëj edhe që dëshiroj mi u ndihmu të rinjve që unë vetë personalisht kam pas probleme sa i përket mësimit edhe edukimit, po edhe me
me arrit në këtë gjendje ku jam, gjithmonë kam pas probleme që ku me mësu edhe ka me mnejt gati dikush që është ekspert në këtë lloj fushë. Andaj unë si person me përvojë në këtë lëmi, edhe pse ka persona që janë edhe shumë më të mirë dhe shumë më të aftë se sa unë në këtë drejtim, mirë po unë me këtë që dije që e kam edhe me këtë eksperiencë, dhe më thënë dëshiroj që t'ju ndihmoj juve gjithve e çdo të riu që dhe më thënë kyçet në këtë drejtim e ka problem në fillim me me u lidh me tregun. Andaj për juve kërkoj që normal ta bëni subscribe kanalin, e mi ndjek të gjitha videot, me mësu sa më shumë për tyre, edhe për çdo pyetje dhe gjëra të tjera lirisht mund të hyni në grupin e WhatsApp, në grupin e Discord, të më shënoni privat në LinkedIn, edhe unë ju përgjigjem shumë shpejt edhe ju ndihmoj me aq sa kam njohuri. Kthena te kursi, kursi që është në SEO, është një kurs që do i prek të gjitha kategoritë e SEO-s, e do nisim prej tek gjërat bazike e deri tek gjërat dhe më thënë që janë shumë të avancuara e në, në pjesët e strategjive, implementimit dhe deri tek pjesa e gjetjes së klientave. Andaj unë kom vendos këtë kurs në një dokument, që ky dokument do jetë edhe pjesë e udhëzimit, edhe kurrikulës, edhe pjesës së si ne do ecim trajnimin gjatë kësaj periudhe. Këtë 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 dokument do ja jap edhe juve që dhe ju të keni qasje, e këtu dhe më thënë dhe i kena gjithë shka çfarë kena me mësu, edhe këtu dhe më thënë dhe i keni gjitha të regjistrume, edhe kjo është një metodë shumë e mirë, sepse nuk ka nevojë dhe më thënë me kriju se cilën herë slide, mirë po e krijojmë një dokument edhe brenda këtij dokumenti i vendosim të gjitha gjërat që i kena mësu, edhe çfarë kanë impakt ato, cili është qëllimi, edhe linkat që unë i vendos që ti keni këtu gjatë gjithë kohës. Kjo është domethënë një dokument shumë i vlefshëm e që sa herë që do i ripërsëritni gjërat ose ligjëratat që unë do i regjistroj, automatikisht domethënë do e keni më të lehtë për me u rikthy. Andaj në këtë hyrje që e bëra, edhe disa detajet që i tregova për këtë trajnim, si fillim domethënë do fillojmë me pjesën e parë të SEO-s, që është domethënë një hyrje në SEO.